Përse moti i ftohtë aktivizon sinjalin e presionit të gomave, shfaqja e sinjalit paralajmërues për presionin e gomave sapo ndisni automjeti në një mëngjes të ftohtë është një dukuri e zakonshme. Çdo vjesht dhe dimër miliona drejtues përballen me këtë situatë, edhe kur gomat nuk kanë gozhd apo shpime. Shkaku zakonisht nuk lidhet me ndonjë defekt të gomës, por me një parim bazë të fizikës. Kur temperatura ulet, ajri brenda gomave dëndësohet dhe ushtron më pak presion mbi muret e tyre, pra ndon se sasia e ajrit në gomë mbetet e njëjtë. Vlera e matur e presionit ndryshon, nëse ajo zbret nën kufirin e përcaktuar nga sistemi monitorimit presionit të gomave, TPMS, i automjetit në panel ndizet drita paralajmëruese. Si rregull praktik, për çdo ulje me 10 gradë Fahrenheit të temperaturës së jashtme, presioni gomave bija afërsisht me 1 PSI. Në pamje të parë, kjo mund të duket e papërfillshme, por diferenca mund të grumbullohet shpejt. Për shembull, supozoni se në një pasdite të ngrohtë prej 40 gradësh i keni fryrë gomat në nivelin e rekomanduar prej 35 PSI. Nëse një front i papritur i ftohtë e çon temperaturën në 25 gradë, presioni mund të ulet me rreth 4 PSI. Si rezultat, gomat mbeten afërsisht në 31 PSI, nivel që shpesh mjafton për të aktivizuar sinjalin e TPS-s. Kur moti ngrohet, ndodh procesi kundërt. Me rritjen e temperaturave të ajrit brenda gomave rritet natyrshëm dhe presioni. Për këtë arsye, matja pas një udhëtimi të gjatë në autostradë mund të tregojë një vlerë më të lartë se kontrolli i kryer herët në mëngjes. Presioni i pamjaftueshëm nuk ndikon vetëm tek drita në panel. Drejtuesi i automjetit me gomat pa fryra sa duhet mund të ulë ekonominë e karburantit. Gjithashtu presioni ulët mund të përshpejtojë konsumimin e gomave. Timoni dhe drejtimi i automjetit mund të japin një ndjesi më të ngadaltë. Një tjetër pasojë është rritja e distancës së nevojshme për frenim. Shtohet edhe mundësia e dëmtimit të gomave kur automjeti goditet nga gropa ose mbeturina të pranishme në rrugë. Me kalimin e kohës edhe një nivel vetëm disa PSI më i ulët se presioni i rekomanduar mund të sjellë një ndryshim të dallueshëm. Paralajmërimi mund të zhduket më vonë gjatë ditës, pasi dielli edhe temperaturat më të larta ngrohin ajrin. Megjithatë, nuk këshillohet që sinjali të shpërfillet, sepse sistemi po kryen pikërisht funksionin për cilin është projektuar. Në vend që ta rivendosni TPMS, njëmatës presioni dhe verifikoni të 4 gomat. Duhen kontrolluar edhe goma rezervë nëse automjeti ka një të tillë të pajisur me sensor presioni. Vlera e duhur e presionit zakonisht shënohet në etiketin e vendosur brenda kornizës së derës së shoferit dhe jo në pjesën nënsore të gomës. Nëse sinjali rishfaqet pasi gomat janë fryrë, sipas presionit të përcaktuar mund të ketë një rrjedhje të ngadaltë, një valvul të dëmtuar ose një shpim që kërkon kontroll.